Ne pam se sa ndikim pati çështja kur u arrestua Maduro dhe rënja e regjimit Maduros në Venezuelë, se Venezuela është larg. Imagjino tani këta që janë këtu. Qartë. Nëse vazhdon me trende të tilla, është interesant Kulla, pak më herë desha të them, se sulmet e ushtrisë amerikane janë fokusuar në Bandar Abbas. Dhe kryesisht Bandar Abbazi është një qytet kryesisht në infrastrukturë, shkatërimin e urave, izolimin e Bandar Abbasit. Mund të ketë një mini nuk do të ketë zbritje. Nuk do të ketë asgjë. Më kuptoj para se ta them. Nuk do të ketë asgjë. Vetëm toksore. S'ka dot, sepse duhen trupat. Pra çështja është që nëse ne do të shohim që si në kohën e luftës së Irakut do të ketë një zbarkim të madh trupash nga ana amerikanëve, atëherë do të shikoni planin. Iraku ka qenë më e lehtë sepse ka aty Jordaninë, Arabinë Saudite, Kuvajt. Dakor, po them, nëse do të kishim një gjë të tillë, pra pse unë përmend gjithmonë se gjua shkon atje ku dhem dhëmbi. Pse unë them që disfata e Afganistanit, tërheqja e NATO-s nga Afganistani dhe SBA-s nga Afganistani në 2020-ën, gjatë kohës së presidentit Biden forcoi Iranin. E kam thënë shpesh këtë punë, se po të ishte sot këtu NATO dhe të ishte sot këtu ushtria amerikane, Irani nuk do sille kështu se sille, sepse këtu do ishin rreth 300-500.000 trupa. Por sot këtu është bërë një zgjatim i Iranit dhe në anën tjetër është Kina dhe Rusia që po mbështesin Afganistanin duke ndërtuar pikërisht infrastrukturë. Unë mendoj që goditja amerikane. Pse u larguan sipas të dy administrata kanë qenë dakorduar, apo edhe republikanët dhe demokratët. Sepse unë mendoj që Mike Pompeo i udhëheshte negociatat me talibanët në Doha. Shiko, unë e kam biseduar personalisht një herë këtë çështje me zotin Pompeo. Unë mendoj që vendet demokratike kanë një pikë të dobët, që janë zgjedhjet. Nuk është se demokratët kanë qenë kundër kësaj. Po pra, vendet demokratike. Sepse vendimi u morë në kohën e presidentit Trump, ndërsa u realizuar në kohën Zoti Kalisi, vendimi u morë që do të tërhiqeshin me një marrëveshje që do kishte garanci sigurie. Ndërkohë, tërheqja nga Afganistani ishte kaotike. Ishte turp, besoj të kujtohen. Është afër. Pra ishin nga dështimet më të mëdha të presidentit Biden. Unë kam njohur atë të dikushmin, generalin, shefin e shtabit të forcave të armatosura të Afganistanit, ka qenë me mua në shkollë në Itali. Një burr shumë i mirë, një ushtarak shumë i zotit, por ata Si ka mundësi një ushtri e rregull 350.000 anëtar të bie sikur tregon që ishte qenë fare. Tregon që si ishte ushtri e rregull, tregon që ishte falso, dhe tregon që pushteti real që kishin hoxhallarët dhe talibanët në territor ishte ai reali dhe pa mbështetjen e forcave të armatosura të NATO-s dhe kryesisht amerikanëve